Here we go, here we fly, sparkle wings way up high, with the rainbows and the stars align. Fairy friends, heroes strong, shimmer bright, hear our song, with a smile in your sky tonight. You can feel the music lift you off the ground. Nothing's gonna stop us now. We are the magic wings, rising up together. We are the magic wings. We are the ones who believe in. You keep your dream alive. Your power's gonna shine forever. We are the magical wings. Lumi zbulon një tjetër të dhënë të rëndësishme për gjetjen e Eldorës, zanës kumbar, që lidhet me fëmirinë e Blumit në pyllin e luleve. Kur Wingsat mbërrin në pyll, ato takojnë Eldorën, por përsëri ndërhyn Selina me një sulm kërcënues nga libri i legjendave. Mami, babi, ju prezantoj me Eldorën, zanën kumbar. Jemi shumë të gëzuar që të takojmë. Oh, sa bukur, është kënaqësi të takoj nënën e Blumit, sidomos në këtë ditë veçantë. Po, e djela është ditë e mirë për të takuar prindrit e mi. Jo, mund të mos përshëndesi nga këto anë, por kam jetuar në tokë aq gjatë sa për ta ditur dhe kur është dita e nënës. Oh, gëzuar ditën e nënës, më fal, mami. Mos u shqetëso fare, zemër. Për ty, Vanessa. Oh, faleminderit. Gëzuar që të takoj. Oh, është vërtet një lule shumë unike. Është shumë e mrekullueshme apo jo? Është lule magjike që kërkon kujdes dhe vëmendje të veçantë. Kujdes të veçantë, Pikses mendoni se mund ta përballoni? Sigurisht. E po, kjo ishte zgjedhje pa zakon për dhuratë. Dita e nënës është dita perfekte për të zbuluar koleksionin tim të ri të pranverës. Prit do t'i ndroj. Poleni është ende në ajër. E zgjedhun këtë. Stoi purize. Oh, Mjuza, Tekna, është radha juaj. Unë mendoj se duhet të filloj të tregoj se si ta kyçni librin e legjendave. Si të gatuajmë pullën milaneze. Ja të gjeta. Duke lexuar librin, Selina mund të urdhërojë çdo pjesë të egër nga libri i legjendave. Një dimension ku personazhet e trilluar janë real. Pra, libri i legjendave është një lidhje mes botës tonë dhe imagjinares. Po, dhe për ta kyçur librin, do të na duhet një mjet që dikur ka qenë pjesë e librit të magjisë. Besoj se do të na thuash ku mund ta gjejmë këtë mjet? E po kjo është pak e ngatruar, por unë gjeta një udhëzim në pjesën vëllimi i historive të zanave. Le ta shohim. Artefakte të ndryshme magjike mund të gjenden në shkollën Tirnan Oak, por e kërkova ishullin me themel dhe asgjë. Mendoj se është e pakuptimt. Mos u shqetëso, ne kemi miq atje dhe mund të na ndihmojnë. Mrekulli, e di që ju do të gjeni një mënyrë për ta kyçur librin e legjendave. Motra, energjia nga shkollat e magjisë që kemi pushtuar është shumë e fuqishme. Dhe tani do ta kanalizojmë për të shtuar fuqitë tona të errëta. Transformimi i trisave! Këta gur janë të manitshëm, e ndjej energjinë e tyre tashmë. Ej, po unë, nuk ka gjë për mua? Selina, që kur ke nevoja të tilla? Ti ke librin, nuk të mjafton? Disa njerëz janë kaq lakmitar. E janë i motra, le të shkojmë dhe të testojmë fuqitë tona të reja.
Hapi I parë, pushtoni shkollën mistike të Tirna në Ok. Wingsa, sa surprizë e bukur. Është kënaqësi t'ju takoj përsëri. Edhe për ne është kënaqësi të vim përsëri këtu. Më pëlqen që e shndërrove kështjellën e Morganës në shkollë për zanat. Sa ide e shkëlqyer. Kemi mësuar shumë nga Wingsat. Synimi ynë është të shpërndajmë të njëjtin mision shprese. Ja pra, edhe pak më tutje. Çfarë ka lëviz? Edhe pak. E di unë, ka nevoj për ujë. E janë me mua. Kujdes! Vajza, e janë këtu. Hey, I të e mirë luket. Por, ati I duhet më shumë. Unë e kisha në kontroll. Ma le muaj të jonë, ma le muaj. Çfarë po ndodh këtu? Çfarë ndodhi me ju pikses që kujdeseni për lulen time? Mos u shqetëso, Vanessa. Do ta zgjidhim ne. Ki besim tek ne. Besoj se kjo është ajo që kërkoni. Oho, këto janë ato që mendoj unë? Po, Eldora, ato janë. Para shumë kohësh, 7 zana paraardhëse kaluan nga bota e legjendave në atë realen. Ato sollën me vete shkopin magjik me fuqi mitike. Dikur ishin zana në botën e librit të legjendave? Sigurisht, nga atje udhëtuan në përgjithë botët e universit magjik, përfshirë edhe tokën. E maniqme. A mundemi? Legjenda thotë se është e pamundur për t'i mbajtur ato, derisa një zan ta ke dhënë provën para shkopinjve magjik. Ne kemi luftuar kundër çdo përbindje të mundshëm. Mendoj se diçka është e dëshmuar. Të përpiqemi të jemi modeste. Shkopinjt magjik janë vërtet magjik. Por ti mban, ndaj thjesht mund të na japësh ne, apo jo? Më vjen keq. Ose jo? Përshëndetje, shkopinj magjik. Çfarë mund të bëjmë për të provuar veten para jush? Të lashe. E janë I motra, të shkaktojmë ca dëme. O, kjo është shumë e thjesht. Një grup zanash. Si mbretëresha e zanave të tokës, ju kërkoj të largoheni. Tani. Si mendoni ju, motra? Ja. Ashtu them edhe unë. Wingsat magjike. Blumix. Blum, zana e flakës së dragojit. Aisha, zana e valve. Flora, zana e natyrës. Stella, zana e diellit pezullues. Tekna, zana e teknologjisë. Njuta, zana e muzikës. Oh, tani rradha ime. Hej, Triksa, uroj ta dini me çfarë jeni gatëruar, sepse keni rekrutuar një zan të re. Jepi Icy. Shtriga, provoni fuqitë tuaja. Shkatërrojini Wingsat. Oh, cila ishte magjia që unë doja dikur? Apo shndërrimi natyral? Të lumt Eldora. Ejani, shpejt. O jo, magjistarët u futën tek shkolla. Duhet t'i ndaloj. O, Ejani, duam thjesht të luajmë. Kjo është lëvizja jote më e mirë?
Ju zanat jeni shumë të dobta. Sulmi vulkani! Ha! Mendoni se mund të na ndaloni? Oh, jo! Ikim që këtu! Zitoni, vajza! Shijoje, Blum. Me sa duket Triksat nuk do t'i ndajnë fuqitë e tyre me ty. Atëherë, si do të më lirosh tani? Kam diçka tjetër në mendje, diçka edhe më të fuqishme. Flakën e dërgoj të Blumit. Dhe tani mjaf me këtë. Nuk pëzure! Tani erdhi koha për të provuar këtë. Përpjekje bukur. Më ka ca bjerse magjike. Spektri fritos! Stuhia e reve. Të lumë të isha. Kjo nuk krahasohet me atë që ju pret. Mere këtë! Tash mjaf. Nebula është më e fortë nga sa mendoja. Mund të jetë, por jo aq sa ne në fakt. E ke kuptuar sakt, motër. Na e hiq sy Stormi. Goma digitale! Wingsa, duket se Triksat kanë fituar fuqi shtesë. Është thjesht çështje kohe derisa ti mposhtim Wingsat një herë për gjithmonë. Wow, Blum, ne nuk kemi parë kur një magji aq të fuqishme. Faleminderit, na shpëtove. Kënaqësia ime. Por mos harroni, edhe ju keni po kaq fuqi brenda vetes. Blum, u bëkopa u parë. Selina! Çfarë je duke bërë? Habitesh më sheh përsëri? Nuk të ka munguar? Asheroni nuk mundet të të ndihmoj. Likësia e ti është shumë e rrezikshme. Dhe unë e di që thellë brenda vetes edhe ti e di këtë. Besoj Eldorës! Eldora ishte e mërzitshme. Ajo donte vetëm të ndiqja rregullat, nuk më dha asnjëherë fuqi reale. Por tani, fal fuqisë së flakës së dragojit, mund të liroj Asheronin, shokun tim të vetëm. Jo! Nuk do të lejoj! Shpërthim i flakëve të dragojit. Pa Blumin jeni patetike. Si që parashikoja, më në fund jemi të pamposhtura. Do ta shohim këtë. Kristale vrasëse! Duhet të mbrohem! E drejtë, bravo, Blum! Mund të vraposh, por nuk mund të fshihesh. Do të vras! Erdi koha, Blum, që të mbaroj punë me ty. A nuk je dakord edhe ti? Duhet të gjej fuqinë time. Nuk mund t'i lejoj Triksat të fitojnë. Atëherë, nuk është se do ta mbyllësh pa luftuar. Po, fuqia e Rajsit vjen nga energjia e gurit. Unë duhet thjesht ta shkatërroj. Kjo nuk ka mundësi. Nuk mund të jetë. Ai si burimi ynë i energjisë u zhduk. Energjia që fituam u kthye në kafkën e dragojit.
Shtriga, na duhet të përgatisim një plan tjetër. Ikim! Duket se Blumi triumfoi përsëri. Ti e dole të mposhtësh Icein edhe me varsin e saj të çmendur. Pa, të lumt Blum. Wingsa, ju tregua trime dhe shpëtuat kolegjin Tirnanog. Shikoni! Kjo më pëlqen. Këtë po e marrë si shenjë që do të thotë se i kemi dhënë provat para shkopinjve magjik. Jani Wingsa, këtë kemi pritur prej kohës. Shkopinjt magjik në njohën si pronarët e tyre të vërtet. Ka ardhur koha të futemi në botën e librit të legjendave në këtë moment. Wingsat magjike, misterioze! Blum, zana e flakës së dragojit! Flora, zana e natyrës! Aisha, zana e valve! Njuta, zana e muzikës. Stella, zana e diellit vezullues. Tekna, zana e teknologjisë. Ja dolëm! Mua më pëlqen kjo pamja mistike. Është e mrekullueshme. Pa shikoje këtë. Kjo duhet jetë rruga për te libri magjik. Po, eksaktësisht, Wingsa. Ndodhemi para portës së mençur të botëve ruajtëse të të gjitha njohurive. Nëse studimi im është i saktë. Mirë se vini, Wingsa, pronare të reja të shkopinjve magjik të paraardhshëm. Është një nder t'ju takoj. Për shkak të ligjësisë së shtrigave, fuqia e librit të legjendave po kalon në botën e vërtet. Nëse nuk e ndalojmë, mund të shkatërrohet universi magjik. Po kërkojmë ndihmë, duhet ta kyçim librin e legjendave për të mirën e të gjithëve. Atëherë ju duhet çelësi librit të legjendave. Si fillim, duhet të gjeni gurin e smeraldit të fantazisë dhe shtizën e argjend. Pasi t'i gjeni këto objekte në botën reale, do të kaloni në botën e librit të legjendave. Vetëm me këto dy mjete do t'jeni të afta të krijoni çelësin e librit magjik. Si mund t'i gjejmë gurin e smeraldit dhe shtizën? Shkopinjt tuaj magjik do t'ju udhëzojnë në botën reale. Është ndonjëra nga ju e habitur nga kjo historia e botës reale dhe e botës së librit të legjendave, vajza? Kam një ide. Le të kthehemi në Althea dhe të provojmë të kuptojmë më mirë si mund t'i përdorim këto shkopinj magjik. Përshëndetje, unë jam Daphne, motra e Blumit. Unë jap mësim në lëndën histori magjie. Gëzojmë që të takoj zana kumbar. Më quaj vetëm Eldora, zemër. Daphne, di ti përdorësh këto shkopinj magjik për objekte magjike? Ajo dera, por na ngatëronte, mos e harroni këtë. Mendoj që kam atë që ju duhet. Shkopinj mistik. Urdhëro. Tani ngrini shkopin magjik dhe përsërisni pas meje. Pamje mistike. Pamje mistike. Ky është tishulli Kalavara në tokë. Ekzistojnë disa legjenda për këtë vend. Atëherë kjo do të jetë në lesa jonë e parë. Ende jo, Eldora. Përshëndetje, Varagonda. Gëzohem që të takoj përsëri. Sa i takon kërkesës së Blumit, gjithçka është gati në obor për festën. Përshëndetje studente dhe mirë se vini në ditën e nënës në Alfia.
Oh, Roxy. Mami, Oh, Stella, sa e ëmbël që je. Faleminderit, Blum. Dhe tani, pizza për të gjithë. Blum, ku ke mësuar të gatuash kështu? Ajo është praktikuar. Ndoshta unë duhet të largohem. Kjo festë është vetëm për ne. Tina njene, e kemi gjithçka në kontroll, mos u shqetëso as pak. Oh, sa prekse kjo. Dhe për ta festuar ditën e nënës, kemi përgatitur diçka argëtuese për ju. E janë, shkojnë të kërcejmë. Oh, prita isha festë e re. Stella. Oh, më falni, por ju e dini që kjo nuk bëhet pa ndryshuar pak veshjet. Put your hands up for the band. Raise your voice and make some noise. Something magic is going to start. Just feel the rhythm in your heart. Don't stop, don't stop, don't stop. Just make it pop. There's a magic party coming, can't you see? Come on, feel the beat. Get up and stomp your feet. There's a magic party coming, can't you see? All night we're gonna dance to the morning light. You and me together, that's the way. Never stop the rhythm, let the music play. Pasi Wingset fitojnë shkopinjt magjik të paraardhësve të tyre, dera e botëve u udhëzon të gjejnë gurin e fantazisë së Smeraldit, objektin e parë që u duhet për krijimin e Chelsea të librit të legjendave. Ato zbulojnë se duhet udhëtojnë drejt ishullit Calavera, ku mësojnë se duhet të kërkojnë për një thesar të fshehtë piratësh.